Edhe pse ka shkelur për të disatën herë rregullat bazë të formatit të Big Brother VIP, Rogerti ende nuk është përjashtuar nga produksioni. Kjo nuk ndodhet rastësisht, por për një arsye shumë të thjeshtë, produksioni nuk ka interes ta largojë atë. Ky veprim nxjerr në paqartë standardet e dy fishta, me të cilat trajtohen banorët brenda shtëpisë. Situata u bë edhe më e dukshme me vendimin për hapjen e një televotimi për Rogertin, ku publiku pyet nëse duhet qëndroj apo jo në lojë, në një kohë kur të gjithë e dimë se vendime të tilla merren drejt për drejt nga produksioni dhe jo nga publiku. Për aq kohë sa procesi nuk është transparent. Ky vendim ka shkaktuar reagime të shumta nga publiku, ku shumë shprehen se nuk ka asnjë arsye të votohet apo të shpenzohen para, pasi Rogerti, sipas tyre, nuk do të largohet kurrë nga produksioni. Arsyeja: ai është një personazh që debaton vazhdimisht, krijon tension dhe prodhon zhurmë brenda shtëpisë, pra është i dobishëm për spektakl. Sipas këtij këndvështrimi, televotimi shërben vetëm si një mënyrë për t'i hedhur hy syve publikut, në mënyrë që në fund të thuhet se vendimi ishte i publikut. Ndërkohë që realisht Rogerti mbahet brenda me vetdije nga produksioni. Kështu ata dalin të larë duke pretenduar se kanë marrë masa, ndërsa përgjegjësia i faturohet publikut. Nëse do të kishte barazi në vendimarrje, Rogerti do të ishte përjashtuar menjëherë, ashtu siç ka ndodhur me shumë banorë të tjerë për shkelje shumë të vogël. Po ju si mendoni? A është ky një vendim i drejtë apo një manipulim i hapur i lojës?